Për shëndetje, miq, shoqe, shok, motra e vëllezër. Kjo është anija e shkatrume. Është përballë godinës prokurorisë kryesore të Republikës së Maqedonisë. Kjo është prokuroria, ndërtesa e prokurorisë. Është paraqitje e shkurt me ju informu se për punën që po e bojmë dhe çka do të botojmë kohëve të funit. Jemi të programimi, por u lidha këto se pas kanë arrestu avokatin e popullit, lajmet janë se ka marrë rishfet. Besoj që nuk e kanë arrestu pa prova dhe fakte, edhe kushdo që merr rishfet, pavarësisht kush është, edhe djali jam me qenë vajza ime, baba, unë distancohem dhe ai duhet të përgjigjet. Mirë, po jo në mënyrë selektive. Tjetra, shprogramimi dhe programimi, dje ishte protesta e 13 dhjetorit, 13-13-26, 2+6-8, që unë bajt në Shkup, ishte protest madhështore të gjitha ata që kanë marrë pjesë dje në protest. Zoti i vërtet, Rabbil Hak, u ashtoft shëndetin mbi këtë shëndet që e kanë dhe u ashtoft jetën mbi këtë jetë që e kanë. Të gjitha ata që kanë marrë pjesë dhe kanë thonë dje jem shqiptar. Ata të cilët duan të kapin vegzën edhe vetëm bëjmë pyetje, pa dhënë përgjigje vetë, çka u desht protesta në Shkup. Protesta e Shkupit ka qenë nismë e njerëzve që përkrahin organizatat e veteranëve luftës së OÇK-s, dhe një prej tyre pak më zëdhënsi ka qenë një mik jemi që sot është kandidat i PDK-s, Qendrim Kryeziu, edhe thirrjet tona kanë qenë deri te kryetari i Bashkimit Demokratik që ta bëjmë një protestë Shkup, dhe protesta ishte madhështore. Dje për mu në Shkup ka qenë dita e Bajramit vogël, apo më kuptoni? Dje për mu në Shkup ka qenë dita e Bajramit, mu mledh shqiptarët me një zë me kërku drejtësi për shtirimtarët në Hag. Dhe kallëzoni klyshave të qeverisë aktuale në ikje në Kosovë, që i pagun disa gazetarë të ri, të cilët përhapën lajmin se do të ketë incidente. Nuk kemi çka me pas incidente. Kur dojmë me prish Maqedoninë e prishmi, por ne jemi ata që e mbojmë Maqedoninë si shtet. Keni të qartë ajo. Edhe Aliameti e ka mbojt. Aliameti është tylla që e ka mbojt këtë shtet të jetë kështu siç është. Edhe ata të cilët janë Hag, dhe unë jam shumë i lumtur për pjesëmarrjen masovike dje në Shkup. Ata të cilët kanë qenë Shkupit nuk kanë ardhur. Kur të bani ju protesta për drejtësi, kur të shkelet juve një drejt, mu nuk më keni në saft parë, se s'kam qef mu koni pari, ati dikun ka mesi. Kam ju përkra në çdo protest, pavarësisht bindjeve politike të besimit e kështu me radhë. Programimi është pjesë e programit projektit Lëvizja Bota Shqiptare, dhe video e funit në YouTube në lidhje me babën e shtresimit plehut Milazim Krasniqit, molla Milazimit, ka kalu 15.000 shikime, dhe ekipi e ka ndo copa e ka ndo ekipi, dhe ka me shku botimin vazhdim duke sjell dije, duke sjell informata të sakta. Dhe ju kisha lutë të gjithë atyre që janë miq tonë, ose që ndjekin dijen, mësimin, informatën, lajmin
prej imamit shqiptarve të mos ofendojnë, të mos shojnë edhe kundërshtar tonë. Apo më kuptoni se nuk kemi nevojë as me ofendu, as me shoh, se e vërteta, natyrshmëria është e vërteta ligji jon, feja jon, dini jon, burgji jon, qofsha shqiptar, me din dhe imon, është në honën tonë, nuk kemi nevojë as me ofendu, as me shoh. Apo më kuptoni tash njerëzit e kanë kuptu se kur flasim për islam dhe muslimanizëm, flasim për turqizim të Kosovës, të Maqedonisë. E kanë kuptu njerëzit. Pra, shprogramimi u shkudo dhe protesta dje ka qenë një të bim, nëse doni më dekodu me gemat koronit, fraza, idioma të lokacionit abrahamik, dje ka qenë min jomil gjuma, prej ditës të bimit. Dje ka qenë dita e të bimit madhështore në Shkup, dhe ajo që mu më ka gëzu, edhe më ka knoq dje, kur u dëgju e zoni i Turqisë, që paguhet të në Shkup, prej paguhet shumë shtrejt, kryetari i Bashkimit Demokratik, Ali Ahmeti, nuk e ndërpreju fjalimin, edhe e ka meritu Ali Ahmeti me qenë gjemat i imamit shqiptar. Se ne jemi rritu ke mendu se për na thirë Allahi, kur thirë minorja, simboli i otomanizmit, tani i Turqijës. Nuk jam kundër Turqijës sot, se Turqia sot është republikë moderne, po jam kundër asaj kur besimin e një Zot e shesin për mes Turqijës, dhe mundohen më na kallëzu se çobja është ajo që ne duhet me u kthy, me pranun. Ne e kemi kuptu se kible është pranueshmëri, dhe pranueshmëria jonë është natyrshmëria jonë, dhe vazhdojmë me mollamilazimin copat e copa, mundësisht i shpërndani ta mësoni edhe ju retorikën. Prandaj kemi bëu këto copa, ju të mësoni, të përfitoni, mos i përdorni fjalët me vend e pa vend. Mos i përdorni fjalët me vend e pa vend. Ju të mësoni. Ti me përsërit çdo ditë që mu të shprogramu, që me që vetvetja, mi pos punë të ma mirë. Dhe Zoti më të ndihmu, se askush nuk mundet më të ndihmu përveç Zotit. Se askujt nuk jetë për atë dynjë. Edhe këto çlirëimtarët tonë, sot që janë Hag, nuk janë pa arsye. Kam bo dikun ka një gabim, ndoshta të madh, ndoshta të vogël, nuk i dim, nuk mund të paragjikojmë. Çfarë gabimi boni Hazreti Jusufi kur vëllezërit e tij deshtën ta hudhin në pus, janë bunar në pus. Çfarë gabimi boni? Ose më tregoni çfarë gabimi boni Jusufi kur u burgos? Nuk boni zina, po u burgos. Ka njëherë konstelacioni i forcave të zodiakut është i tillë që njerëzit sprovohen. Apo më kuptoni? Është konstelacioni i forcave të zodiakut. Edhe ndodhin ato gjëra, mund t'i ndodhë secilit. Pra, dje, kush do me kërku përgjigje, normal tash a ka ndikim edhe politik protesta e djeshit, po, kundër kujt shkon ajo? Normal që shkon edhe kundër Albin Kurtit, ne nuk e rrajmë ata, se po rritet frekuenca anti-Albin pak. Apo më kupton, po nuk do të thotë që ato tjertë. Për shembull, Molla Milazimi flet në emër të PDK-s. Molla Milazimi në emër të PDK-s ja hub votat PDK-s. Sadri Ramaboja ja hub vetëvendosjes votat në emër të VV-s. Apo më kuptoni? Është përzi, është bo lamsh. Nuk mund të themi se kemi një parti laike, sikur që e ka kushtetutën Kosova, shtet laik. Se Macedonia nuk është shtet laik, Macedonia është shtet sekular. Apo më kuptoni? Pra, do të vazhdojmë, keni me po copa, dhe keni me po, pse nuk e kanë guximin, Molla Milazimi dhe Milazima tjerë,
me mbrojt lirin e besimit njerëzve. Pse nuk besojnë Kur'an? Turkofila që fshehen pas emrit islam musliman nuk besojnë Kur'an. Në surën Yunus, ajetin 99, informacioni është për besim, jo për identitet etnik, ose si që njohëmi ne sot. Besimi është i lirë, kur Zoti i drejtohet secilit ati, edhe mu, edhe ty, edhe gjithve, ati do t'i dërësh njerëzit të bëhen besimtar? Apo më kuptoni? Mirë po të turkofilat, që dënë me rujt atë mendësin, duke mendu se kanë mengjall kalifatin e babës sultan, i cili kalifat ka vdek. Zoti ka dhon leje, me vdek, ata nuk e pranojnë, ata linçojnë, ata nxisin urrëtitje, ata i kanë bërë dam shumë shqiptarisë këto 25 vjet e fundit. Prandaj që programimi jon ka fillu, ne jemi në fazën e parë, të këtij programimi te periudha e fundit. Pastaj fillon faza e dytë, pastaj fillon faza e tretë, ka zoni Muhammed Azim, si tim shkupi, ka projekt, edhe kur të vdes projekti jem ka me vazhdu. Me ardhe e vërteta, me troki cilan të si cili, po jo me imponu besim. Amo nuk mund është ma imponu me nësin otomanizmit dhe minaren dhe zonin e Turqnis, se po më thirë Zoti me shku atje. Ja, ajo kon mashtrim. Na kishin mashtru, shka me bondash? O shtirë me pranu, po kadal kina me pranu, dhe kina me regullu pun që të shkojmë të Zoti, ashtu si besimtar el muahidin, që shkanë qenë në Andaluzi, ka të zëni Molla Milazimin. Ju përshëndes, dhe ju du shumë dhe mundësisht shpërndoni pa ofendime, s'kem nevoj me ofendu me shoh askendin, se argumentet, korniza, forca, germat, numrat, gjithë shka është në onën tonë. Ju përshëndes dhe shimi sonte të kanali Zoni Shqip i Koronit ka ora 8:30. Prap do të flasmi për që programim. Fala për meje.